إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje, më të dashurit të Zotit i dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin fammadh urdhëron e thotë: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. E nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtar të nderuar, një prej çështjeve më të rëndësishme në Islam që duhet ta kemi parasysh është çështja e braktisjes së mëkateve. Nga se braktisja e mëkateve realisht është rruga e shpëtimit. Çdo njeri është gabimtar, por më i miri prej tyre është ai i cili pendohet. Kësaj e ka zbërthyer dhe e ka trajtuar pejgamberi i dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili në njërin anë e tregon natyrshmërinë njerëzore të gabimit, të mëkatimit, por në anën tjetër edhe e tregon edhe natyrshmërinë tjetër njerëzore të pendimit. Dhe ajo që dominon në karakterin tonë, në jetën tonë, ajo realisht tregon dhe dëshmon se kush jemi ne. Pra nëse në jetën tona dominojnë mëkatet, pa pendim, pa mëkatim, kjo tregon se ne nuk kemi formim të duhur. Kjo tregon se fetaria jonë është e zbrazur, është shterpe, nuk është reale. Por nëse në jetën tonë dominon pendimi i sinqert, kërkimfalja e thellë, atëherë kjo tregon se ne jemi të formuar si duhet dhe gjithashtu tregon se fetaria ynë është reale. Pra ne jemi krijesa gabimtare, siç jemi edhe krijesa harrëstare. Por ajo që duhet na shqetësojë në vazhdimsi, e sidomos në kohën aktuale, në kohën e sfidave të shumta, në kohën e sprovave të panumërta, këtë çështje duhet ta kuptojmë seriozisht. E para se gjithash duhet ta aplikojmë në jetën tona. Braktisja e mëkateve është aq e rëndësishme sa që dietarët e konsiderojnë si shumë më me vlerë dhe si diçka shumë më të shpërblyer tek Allahu se sa veprimi i sevapeve. Disa dietarë thonë, të braktisësh një mëkat është më me vlerë tek Allahu se sa të veprosh 1000 sevape. Është aq e rëndësishme sa që një dietar islam thot: ma ubbida al-aabiduna bi shay'in afdala min tarki al-ma'asi. Pra, nuk janë robëruar njerëzit ndaj Allahut. Pra, nuk e kanë adhuruar Allahun me diçka më të mirë se sa me braktisjen e mëkateve. Ai që ka fuqinë për ta braktisur një mëkat, ai realisht ja ka dëshmuar Allahut se është besimtar i sinqert. Është sfidë, por kur e kemi parasysh se në raport me kë mëkatojmë, kur e kemi parasysh se çfarë humbim kur mëkatojmë, atëherë njeriu e ka të lehtë ta veprojë një gjë të tillë. Sepse jeta e kësaj bote, përkundër faktit që karakterizohet edhe me natyrshmërinë e mëkatimit dhe të gabimit, kjo neve nuk na jep të drejtë që të përfundojmë si mëkatar, të papenduar. Nga se të gjitha predispozitat i kemi që të jemi të shpëtuar, vetëm nëse ne nuk dëshirojmë që të shpëtojmë. Atëherë është çështje tjetër. Prandaj pejgamberi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kullu ummati muafa illa al-mujahirin.
i gjithë ummeti im janë të falur. U pranohet kërkim falja, u pranohet pendimi i tyre i sinqert, përpos atyre që i publikojnë mëkatet e tyre. Ata që i publikojnë mëkatet e tyre, për ta nuk ka falje. Në hadithin tjetër thot, illa men eba, përpos ati që nuk dëshiron. O men jeba, ja Rasulallah, e kush është ai që nuk dëshiron me qenë pej xhenetlive, ja Rasulallah. Sepse tha, kullu ummeti yedkhulun al-jannata illa men aba, i gjithë ummeti im hyn në xhenet përpos atij që nuk dëshiron. E kush është ai që nuk dëshiron, ja Rasulullah? Tha, men ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Kush më pason mua do të hyjë në xhenet, sepse pasimi i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam realisht është pasimi i Allahut Madhërisht. Wa atiu Allah wa atiu ar-rasul. Një ajet thot, bindjuni pasoni Allahun dhe bindjuni pasoni Rasulullahun. Akoma më tepër e shëron Allahu rëndësinë e kësaj që thot, wa man yuti ar-rasula faqad ata Allah. Kush e pason Rasulin, të dërguarin Allahut, e ka pasuar Allahun. Nga se pasimi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam do të thotë pasimi i shpalljes, të cilën Zoti ja ka zbritur atij për ta përndritur dhe për ta ndriçuar njerëzimin në përgjithësi. Prandaj thot përpos atij që nuk dëshiron, e kush është ai që nuk dëshiron me u fut në xhenet? Ai që nuk më pason mua, ai që më kundërshton mua. Pra, mëkatimi është pengesë mes nesh dhe mes shpëtimit, mes faljes, mes hyrjes në xhenetin e Allahut. Prej pasojave më të rënda të mëkatimit është se për aq sa mëkatojmë, për aq na godasin fatkeqësi në jetë. Dhe për aq sa na godasin fatkeqësi në jetë, për aq edhe na larguan mirësi jetësore. Allahu thon në Kur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Çfarë do fatkeqësie që juve ju godet, e çfarë do niveli që të jetë ajo fatkeqësi, dijeni mirë se atë keni si rezultat i bëmave tuaja, si shkak i veprave tuaja të gabuara. Wa yafu an kathir, dhe Allahu fal shumë. Pra Allahu na bën qartë një çështje tejet serioze. Dhe na thot, gjitha fatkeqësitë që i përjetoni në jetë, i keni për shkak tuajin, për shkak të veprave tuaja të gabuara, për shkak të pamaturive tuaja, për shkak të shkeljes së ligjeve të Allahut, të kalimit të kufive të Zotit Madhërisht. Por Allahu fal shumë. Pra fakti që Allahu po ju mëshiron edhe nuk po ju ndushkon menjëherë, kjo nuk do të thotë që ju duhet mëkatoni. As nuk do të thotë që ju bëni mirë kur mëkatoni. Por prej mirësisë së Allahut ju faleni. Allahu na mëshiron, Allahu na afatizon. Derisa ne t'i kthehemi atij me përgjërim të sinqert dhe t'i rikthehemi origjinës së pastër të besimit. Pastaj mirësitë që ne i kemi në jetën e kësaj bote, që janë dhuntia e Allahut për ne, ato largohen nëse ne mëkatojmë. Për aq sa ne mëkatojmë, për aq largohet edhe një mirësi nga jeta jonë, nga shoqëria jonë, nga vendi ynë. Prandaj Aliu radhiyallahu anhu tha, ma nazala bi qaumin bala illa bi dhanb wa ma rufi'a anhum illa bi tawba. Nuk i zbret një popull ndonjë fatkeqësi vetëm se për shkak të mëkatimit të tyre, dhe nuk u largohet atyre vetëm se me pendim të sinqert. Gjitha mirësitë që ne i gëzojmë, i kemi dhunti nga ana e Allahut për ne, janë mirësi e tij për ne, që dëshmon për dashurinë e tij, për kujdesin e tij dhe për mëshirën e tij ekskluzive që tregon ndaj nesh. Dhe nëse ne e anashkalojmë Allahun duke bërë mëkate, realisht përpos që e kemi disrespektuar Zotin, përpos që e kemi anashkaluar Zotin, i kemi përbuzuar edhe mirësitë e Zotit, nga se na është hequr nga një mirësi në jetën tona për aq sa kemi mëkatuar. Pastaj pe pasojave të mëkatimit është gjithashtu edhe ajo se bëhet pengesë e adhurimit të Allahut. Nuk mund të adhurojmë Allahun nëse jemi mëkatar, ose për aq sa mëkatojmë, për aq largohemi nga Allahu. Sa shikimin haram na ka ndaluar prej namazit natës. Sa ushqimi haram na ndalon prej leximit të Kuranit. Nga se zemra është sikur se gota. Ose do ta mbushësh me qumësht, ose do ta mbushësh me verë, me raki. Qofse zemrën e mbush me devotshmëri, qofse zemrën e mbush me ndjesinë e thellë në shpirt se Allahu ty të sheh, të dëgjon, të vështron në çdo rrethon jetësore. Edhe aty ku ti mendon që askush nuk të sheh, Allahu të sheh. Dhe do t'japësh llogari në përpikmëri, madje për gjëra që ti ke harruar krejtësisht. Nëse krijesa njerëzore ka arrit me inteligjencën e kufizuar njerëzore, me ta paraqit ty komplet shiritin e jetës, prej kur ke lind e deri më sot, në detaje,
me rezolucion të jashtëzakonshëm, 3-dimensional, me afërsi të mrekullueshme, edhe ti mahnitesh me një krim njerëzor, si është fjala me Allahun e Madhërisëm, me inteligjencën hyjnore. Allahu thot, kom ja paraqit gjitha veprat tuaja, që i keni vepru. Ku jeni kanë, çka keni bë, me kanë keni bë, çka keni fol, krejt në detaje, para mendoje në çfarë rezolucioni ka me na u paraqit neve një realitet i tillë. Vetëm Allahu e di, por është realiteti pa kontestueshëm. Pra, nëse dëshirojmë të përgatitemi për këtë ditë, të investojmë sa më shumë vepra të mira e para së gjithash sa më shumë pengim të vetëveteve tona nga mëkatimi ose braktisje të mëkateve. Në të kundërtën, zot kemi mundësi të adhurojmë Allahun. Një për arsyeve kryesore që sot njerëzit, edhe pse e dinë që namazi është obligim, por nuk kanë fuqi, qoftë edhe elementare shpirtërore me u afru në xhami, me fal 5 vaktin. Ose mbetet vetëm me një xhumë, është për shkak të mëkateve, është për shkak të gjunave, ato bëhen pengesë. Ka filluar me u shtresu në zemrën e tij dëshira për dynja, dëshira për karrierë, që janë krejtësisht normale, por nuk duhet me i parapri para qëllimit real dhe vetëm që është adhurimi i Allahut Madhërisëm. Nga se çdo gjë që i kemi në jetë, e kemi pikërisht për të adhuruar Allahun ashtu siç ai e meriton. Dhe ashtu siç Muhammed Mustafaja alayhi salatu wasalam na mëson. Pastaj bëhet pengesë, mëkatimi bëhet pengesë e kërkimit të diturisë. Nuk mund gjesh një njeri që është mëkatar e që është i ditur, që ka dituri të pastër burimore. Prandaj njerëzit më të ditur në historinë e njerëzimit kush janë? Më të devotshmit. Njerëzit më të ditur në historinë e njerëzimit janë pejgamberët, pastaj pasuesit e pejgamberëve, dietarët. Prandaj thot Allahu inna ma yakhshallaha min ibadil ulama. Ata që më shumti e respektojnë Allahun janë dietarët. Pse? Ata më së miri e njohin Allahun. Sa më shumë ta njohësh Zotin, aq më mirë do ta trajtosh atë. Aq më tepër do ta besosh atë. Dhe aq më shumë do ta adhurosh atë. Prandaj kërkimi i diturisë është një dhunti që jepet vetëm atij që ka kujdes ndaj zemrës së tij dhe ruhet nga mëkatimi. Apo në qoftë se mëkaton, ai e braktis atë mëkat me njerë sepse nuk dëshiron ta humbë nurin e shpirtit, ndryshimin e zemrës që Zoti ja ka dhënë me iman dhe me dituri. Prandaj Allah thotë wattaqullah wa yuallimukumullah. Respektoni Allahun, pra tregoni devotshmërinë te Allahut, Allahu do t'ju mësoj juve. Që do të thotë, në qoftë se ne nuk e respektojmë Allahun, duke e ruajtur veten nga mëkatet, apo duke i braktisur ato, në qoftë se ne i veprojmë eventualisht, atëherë Allahu nuk do të na jep neve dituri, nuk do të na mësoj Allahu dituri, sepse zemra jon nuk do ta ketë një gatishmëri të tillë për të kërkuar dituri të pastër. Gjithashtu, për shkak të mëkatimeve shtohen sëmundjet, përhapen mortaja, viruse nga më të ndryshmet. Shikone, ne jetojmë në kohën më të zhvilluar, në epokën më të civilizuar, globalisht, por edhe në kohën që ka më shumë të smundje. Jo më larg se sa para disa viteve, nuk kemi pas çto viruse, çto smundje. Sot kemi lloj-llojshmëri ushqimesh. Sot kemi luks që se kemi pas asnjëherë. Por shikon në çdo i dyti, çdo i treti është i smut. Pse ndodh kjo? Ndodh për shkak të përhapjes së mëkateve. Argument për këtë e kemi hadithin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë do t'i godasin njerëzimin, për ta godasin 5 dukuri shkatruese. E lut Allahun, ju thot sahabe, e lut Allahun ju mos më i arrit ato, mos më i përjetu ato. Një prej atyre që e përmend, thot përhapja e imoralitetit do shkaktoj mërtaja dhe sëmundje të shumta. Edhe përmend shembullin e popullit të Lutit alayhis salam. Pra si pasojë e imoralitetit do të përhapen sëmundje të shumta. Edhe ne e dimë, jemi të vetëdijshëm kur janë përhapur sëmundjet sikurse AIDS, SIDA dhe shumë sëmundje tjera, kur është përhap imoraliteti. Kur kanë filluar më përhap këto viruse, pa dash me hyn ato trajtimet konspiracioniste se kush i krijon e kush i bën, me rëndësi është që ne jemi shkaktar të asaj që po ndodh për shkak të mëkatimeve tona. Prandaj nëse dëshirojmë të qenë të shëndetshëm, edhe si individ, por edhe si shoqëri, atëherë duhet që të largohemi prej mëkateve, ti braktisim ato. Dhe gjithashtu, mëkatet bëhen shkak i tradhtisë në agonitë vdekjes. Asgjë nuk tradhton më shumë ti në jetë, sidomos në agonitë vdekjes se sa mëkatet që i ke vepruar gjatë kohës kur je i shëndetshëm. Krejt që ato mëkate, në momentin ti kur keme pa me lekun e vdekjes, unë, ti dhe gjithë secili, ka me na u paraqit gjitha i shirit jetës që kemi vepru. Prandaj, kur robi jep shpirt, i zgjerohet bebza e syrit. Studiusit kanë marrë me studiu këto, pse po ndodh kjo, pse po i zgjerohet objektivi.
sikurse ata që punojnë me kamera e dinë shumë mirë. Për shkak të përqendrimit maksimal, Allahu ja qet komplet shiritin e jetës që ka bë. Edhe kur i sheh ato gjinoa që i ka bë, ai të merrohet me vetveten, se është realiteti pa kontestueshëm. Prandaj e tradhtojnë mëkatet në agoni vdekjes. Por lum ai që pendohet sinqerisht, sepse mëkatari jemi të gjithë. Lum ai që e kupton seriozitetin e çështjes, edhe i rikthehet Allahut me pendim sinqert. Andaj vëllezër të dashur dhe të nderuar, secili prej nesh kemi nevojë me i braktis mëkatet, sidomos në kohën tonë, ku jemi të rrethuar me gjunaha, jemi të rrethuar me harame, nga më të ndryshmet, madje të gjitha haramet që janë vepruar specifikisht në popujt e lashtë janë mbledhur në umetin tonë, në akhiri zaman, në kohën para kiametit. Prandaj nëse dëshironi me pas shpërblimin sa 50 sahab, sa 50 Ebu Bekra, Omera, Uthmana, Alia e të tjerë, duhet me pas kujdes në raport me mëkatet. Ta edukojmë syrin, ta edukojmë veshin, ta edukojmë dorën, këmbën, e lumë ai që e ruan trupin e tij nga harami. E akoma më lumë ai që e braktis për hir të Allahut Madhërisht, nga se kjo realisht dëshmon për sinqeritet në besim. Kushdo që e braktis një haram për hir të Allahut, Allahu ka mja kompenzu qatë kënaqësi eventuale që ai e ka përjetu gjatë atij mëkatimi, gjatë përjetimit të atij harami me diçka shumë më të mirë. Men taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minhu. Kushdo që e braktis një haram për hir të Allahut, Allahu ja kompenzon me diçka shumë më të mirë. Prandaj riskun e kemi të caktuar prej Zotit. Ne vetëm e zgjedhim rrugën se si dëshirojmë arrit tek risku. Mos të korritemi me Allahun, si për çështjet e pshore, si për çështjet e pasurive materiale, si për çështjet karrierike, si për çfarëdo çështje tjetër. Ne do të arrijmë atë që e meritojmë, atë që Zoti na ka caktuar. Thjesht ta përzgjedhim rrugën e dur, nga se ne do të pyetemi për mënyrën dhe rrugën që e kemi kërkuar dhe e kemi trasuar, e Allahu t'i takon neve me na i dhon ato që na i ka premtuar. Lutim Allahun e Madhërisht të na bëjë besimtarëve të sinqertë në fjalë dhe në vepra, për atyre që largohen nga mëkatet, nuk e errësojnë jetën e tyre, nuk e nxjin zemrën e tyre, nuk e humbin nurin e imanit në fytyrën dhe në zemrën e tyre duke mëkatuar, por e ndriçojnë atë edhe më tepër me pendim të sinqert, me lexim të Kuranit, me falje të namazit, me shoqërim me shoqëri të mirë dhe një herët edhe me përkushtim ndaj Allahut Madhërisht, ashtu siç ai kërkon dhe ashtu siç pejgamberi i dashur Muhamedi alayhi sallam mëson. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.